Mirëdita të dashur miq. Të njohur dhe të panjohur, por në veçanti ju dashamirës të krijimtarisë sime letrare, në prozë, në vargje publicistik. Sot, trokita në portën e kujt? Në portën e shtëpisë të vetes sime, të cilën ma hapi vetja, më ftoi brenda për të më treguar këtë radhë bibliotekën shtëpiake, në veçanti raftin e librat me autorësi emrin tim, të botuar në gjuhën shqipe kryesisht, por edhe në gjuhën greke në Greqi. Ky është rafti modest me librat e mi. I kam vënë me radhë sipas kronologjisë botuese. Fillon me librin me shkrime dhe me kujtime e me gjitha të jetojmë. Pastaj vinë me radhë 5 libra me poezi. E kam ndërprer pastaj botimin në Shqipëri të librave me poezi. I kam kaluar në Amazon në përmbledhje me poezi të zgjedhura. Deri tani në Amazon botohen 5 libra e radhë, ndhime të zgjedhura. 1, 2, 3, 4, 5. Kam gati dhe librin e 6, por që Amazoni nuk pranon tash më të botojë në gjuhën shqipe. Programet, konjunkturat, nuk e di se për çfarë arsye nuk boton më në gjuhën shqipe. Po vazhdojmë më tej. Vjen romani i parë, botuar në vitin 2012, Atsebu Kobecaf. Romani tjetër 11 ditët e rrëfimit plus 1. Romani voluminos Unaza e Diamantë. Libri me tregime e Deni tjetër. Romani alternativ Unë dhe Maj alter ego. Romanin urbanin e fantazive Danai dhe Orfea. Libri me tregime psikoanalitike Misteri i një lajmi. Romani i ri Motra e madhe. Këta i tregova që janë poezi të zgjedhura, por që nuk botojnë në Shqipëri, por nga Amazon. Mund të porositen vetëm në